Me rastin e 5 maj, ditës së dëshmorëve, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i shoqëruar nga bashkëpunëtorë e qytetarë të tjerë, bëri homazhe pranë memorialit nëna shqiptare në Zajas. Në këtë akt nderimi, Ahmeti tha se me përulje dhe krenari sot kujtojmë dëshmorët dhe të gjithë të rënët për liri. Sot është 5 maj, dita e të rënëve për liri, gjithandej tokave të shqiptare sot i përkujtojmë me përulje për sakrificën e tyre, për vendin, për lirinë kombëtare, për të drejtat që u kanë mohuar në shekuj. Këtu sot jemi pranë nënës, monumentit nënës shqiptare. Përballë sa janë mbi 2000 mbetje mortore si hakmarrje gjatë aktit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë 1912, që delegacioni që ishte i caktuar për pjesëmarrje në Durrës, tani lajmtarët e këqi informojnë se flamuri në Durrës nuk do të ngritet, të revoltuar kthehen pas, ngrisin flamurin këtu në Kërçov, në hapësira shqiptare si në Zajas, në komunë të Oslomes. Tani qetnik serb, pas një viti në tetor të 1913-ës, në mëngjes pak dhier akoma ordhë të shumta hakmerren për këtë akt që kanë bërë shqiptarët e kësaj pjese dhe masakrojnë mbi 650 burra, i varrosin në vare masive në përpuset të fshatit, ku me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë i kemi hapur gropat masive, puset dhe mbi 2000 mbetje mortore i kemi vendos përballë nënës shqiptare, e cila simbolizon vuajtjet, po njëherët edhe krenarin kombëtare për djemt e bijat që ka rrit për t'i dalë Zot vendit. Prandaj ne sot me krenari, me përulje, i përkujtojmë dhe të rrojnë të gjithë ata të cilët i kanë dalë Zot vendit dhe lavdi e përjetshme të gjithë të rënëve për liri. Me këtë rast lutje për shpirtrat e dëshmorëve dhe të rënëve për liri bëri myfteu i Kërçovës Qamil Rushiti. Falënderimi dhe lavdërimi takon Zotit, i cili në Kur'an thotë, ato të cilët ranë në rrugën e Allahut, për të mbrojtur fen dhe atë, mos i llogarisni të vdekur, ato janë të gjallë, por ju nuk i shihni. Paqja dhe shpëtimi i qoftë mbi dërguarin e Zotit, i cili vlerësoi lart kontributin e dëshmorëve, duke i radhitur ato në pozitat e pejgamberëve dhe më të dashurve të Zotit. O Zoti i gjithësisë, të lutemi nga ky vend që të falësh dhe mëshirosh të gjithë të ranit tonë për liri. Moje idealin e tyre u ndërfys në jetën tonë.